Një grup kriminal i akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike drejt vendeve të Europës u godit këtë të mërkur nga SPAK në një operacion të koduar rikthimi. Gjatë aksionit të gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar lëshoi 14 masa sigurie, nga të cilat u ekzekutuan 7 me njëherë, ndërsa 3 të tjera ju komunikuan të pandehurve në burg. Operacioni ushtri në disa qytete të vendit përfshirë Tiranën dhe fushkruan si dhe zona të tjera të vendit. Mes të ndaluarve janë Recep Raja, djali i deputetit Partisë Socialiste, si dhe dy të afërm të tij, Gazmir dhe Përparim Raja. Po ashtu janë arrestuar Marvin Bushati alias Marvin Kopliku, Agim Nina alias Lorenz Elmani, Zamir Aliaj alias Zamir Çoku dhe Sokol Qaja, Aldo Gjini, Jani Çavo dhe Islam Sefa ndodhen tashmë në qeli, ndërsa hetimet vazhdojnë për kapjen e 4 të tjerëve, Ervis Shuri, Bujar Sefa, Hajdar Sefa dhe Vildan Baroku. Hetimet janë kryer nga prokurori i posaçëm Adnan Zholi, duke mbështetur në përgjimet e zbardhura nga aplikacionet e koduara SKJTC. Gjatë aksionit u kryen 12 kontrolle në banesa dhe ambiente të tjera në pronësit të 10 akuzuarve, ku sekuestruan një armë zjarri me municion, 7 celular, 4 automjete, një jelek antiplum, një pal dylbi, 415.000 euro, 7.000 pound dhe 100.000 lek. Gjithashtu u bllokuan 2 armë gjahu që mbaheshin me leje. Sipas SPAK, grupi dyshohet të ketë transportuar lëndë narkotike drejt Malit të Zi me destinacion final Gjermaninë, drejt Turqisë dhe nga vendet e Amerikës së Jugut drejt Bashkimit Evropian. Gjatë vitit 2020 u sekuestrua në Mal të Zi një ngarkesë prej 1722 kg marijuan, ndërsa pak ditë më vonë në Holand u kapën 475 kg kokainë që vinte nga Ekuadori. Në vitin 2021 grupi akuzohet për një ngarkesë tjetër prej 236 kg marijuan që po transportohej drejt Turqisë. Ndaj të akuzuarve rëndojnë vepra penale të grupit të strukturuar kriminal dhe trafikim të lëndëve narkotike, ndërsa hetimet po kryen në bashkëpunim me partner ndërkombëtar. Operacioni është pjesë e përpjekjeve të SPAK-ut për goditje trafikut të drogës drejt Europës dhe për sigurinë në vend.